Verona, tregom kur ka fillu rrugtimi edhe si influencer për ty? Kur është një rrugtim që e ke pa që mundesh me bo, a ke pas interes ma herët, apo si rolli gjithçka për ty? Risa tash rrjetet sociale janë bë pak ma lehtë më pa çka po ndodh në krejt botën ashtu. Po. Unë për qef kom bë Musical.ly, më herët që u kohën para TikTok-it. Po. E bëjsh me si trende. Nashtë jo me postu, po veç për qef. Po. Po në shpe, unë jam rrit, babi ka pas gjithmonë më rak kamerat, jam rrit me klipe Ginta Ismailit. Po. Kom bë klipe, babi më ka bë klipe Si shumë i Ginta darin. Ismailin, po. Babi u kanë gjithmonë më rak, por nashtë edhe unë të e pa që pi prejnë videot në kohën e tina, pi bën, kom dashtë edhe unë me kry një kurs të editimet. E paske përfundu kështu taman profesional këtë pjesën. Mu pëlqen kjo pjesa e videove TikTokit, po ma me dëshire e baj për me editu qatë video që e baj. Shumë interesante. Kam qef me dal një video që njerëzve ju bjenë sy. Po, edhe është shumë e vërtet që editimi nga njëherë është ma shumë se gjysma e çfarë do lloj videoje. Edhe është interesante fakti që po të pëlqej ka se është shumë sfidus. Shumë sfidus. Me të vërtet është goxha e vështirë edhe aq ma tepër nëse nuk ke fare njohuri në atë pjesë, edhe me të vërtet editimi mundet me bo një video interesante ose bazike edhe mos mu dallu prej të tjerëve, po unë personalisht e përtoj shumë këtë pjesën e editimit, se kërkon shumë angazhim, dush me pas sy për detaje, gjithçka tjetër që me bu një video interesante. Pra ty të pas ka ndihmu shumë edhe kjo pjesa që ke përfundu diçka profesionalisht. Më pëlqen tepër me editu, nashtë ma shumë kohë me editimi se komplet video që e bëj. Po. Po, më pëlqen me editu. Tash, apo përdor aplikacionin në kompjuter për t'i editu, apo ke dalë të këto aplikacionet në telefon që janë? Jo, nashtë e ke po vetë që CapCut është i lehtë me TikTokën. Po. Në CapCut më i me ba ka zgjidhje t'i për të mira. Po, e vërtet. Realisht, kur kum kry editimin e kom mësu me Adobe në punu, po. Edhe me Premiere Pro, po ta më ka dok që është tepër shumë ma i lehtë. Edhe me përdor për telefonet, edhe e ki ma lehtë videot. Po, e ma të qasshme edhe e ke telefonin gjithar dikun me vete, e starton një video ta editosh, nuk mund ta përfundosh, e len aty dhe kudo që ke ko mundesh me ju kthy videos një hap shumë ma i lehtë për krejt njëve që kemi fillu më mirë me rrjetet sociale. Të kujtohet ndoshta bashkëpunimi i parë ose një diçka që të ka bo me mendu që okej, mundem me vazhdu me pas një farë lloj forme, jo vetëm hobi, po ndoshta edhe profesion të qenurit në rrjetet sociale. Me thonë drejten, njëherë më ka dogë sikur hajgare të qysh, me pas bashkëpunime me njerëz, se ma shumë e kom njës këta për vete, për kur e kom pas kohën e lirë, kom desh me pa njerëz diçka të bukur që qas në video. Po, më ka orë shumë mirë, edhe e kom prit shumë mirë, edhe e kom pas gjithmonë një vetë besem që okej, se mëj me bo qëtë sen, se nuk është diçka që s'monësh me bo ashtë, ose mundesh me është diçka e ranë. Po,